Lajme, aktualitet, argëtim, horoskop, telenovela, showbiz, të gjitha në Metropol. Bëni subscribe në faqen Metropol. Danja tregon arsyen pse mungojnë dasma në Eklit e Gjestit. Besoj është në një gjendje emocionale që disa prej banorëve e kalojnë. E ftuar në një emision së fundmi ka qenë Danja Koka, ish banorja e cila preku gjysmëfinalen pasi qëndroi 103 ditë brenda shtëpisë. Ajo ka zbuluar gjithçka rreth rrugëtimit të saj dhe jo vetëm. Teksa po diskutonin në studio në lidhje me dasmën e Eklit dhe Gjestit, ajo u pyet se pse nuk ka qenë pjesë pavarësisht se ishte e ftuar. Në lidhje me këtë ajo u përgjigj duke thënë: "Unë nuk e dija, në fakt kur kam dalë nuk e kam parë më Bigun sepse jam marrë me punët e mia dhe doja të shkëputesha nga e gjithë gjëja. Besoj është një gjendje emocionale që disa prej banorëve e kalojnë dhe e kisha të rëndësishme të merresha me veten time. Planifikova që të isha jashtë Tiranës dhe nuk e dija fare që ata do të bënin një dasëm. Kur mora vesh që më kanë ftuar, unë e kisha një angazhim më të rëndësishëm dhe nuk isha në Tiranë", u shpreh ajo.